Abdullah ibn Zuberi ka thënë, Aisha shumë sadaka po jep. 1 dinar s'pe lën shtëpi. 1 dinar s'pe lën shtëpi. I vin dinar të jep sadaka, i vin dinar të jep sadaka. Po kështu kush ka qenë të dërruar xhamatli? Ka qenë Muhamedi alayhis salam. Kështu Aisha ku e ka marrë këta? Te pejgamberi sa. Mirë, pa Aisha pi saburimeve u ndiku për me dhënë sadaka, i saburimeve. Shtëpi pejgamberi alayhis salam, burr dhe Ebu Bekrin bab. Hajde, njëri thot, valla këshire, te kur jam konë të shtëpia e babës, jepshin shumë. Si ku martë pas të burri, të ishin mas shtrith. Dhe tash gruaja e ben pak siklet. Nëse ka arpi familjes bujare, ajo munohet me dhanë, ama janë nalin të burri. Ama Aisha, a i dy që ka pas punën. Shtëpi pejgamberin, gjymertin dunja s'ka gjymert si aj. Mirë, hajtë dalmi pak të baba, kur ka shku të baba, mi thane baba vetë. Ish, oj Aisha, thuj more burit tanë mës t'jape qaq. Jo, kur ka shku të baba, Ebu Bekr Siddiku. Kush Ebu Bekr Siddiku? Dosti i pari pejgamberit alayhis salam. Ai i cili, kur ka thënë se po mduan do pare, i ka vrukit parët, s'ja u kalon as 1 dinar e vlatëve. Derisa një ditë i thot pejgamberi Ebu Bekrit, o Ebu Bekr, po çka ju lave more e vlatëve? Po çka ju lave fëmijëve tu? Ja u lash Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mund të paramenu një njeri që rritet në çiket atmosferë. Te burri i jep, te baba i jep. E qëtash ato të dit kanë dek, qka me bo kjo? I jep në tanë, jep këtan. Abdullah ibn Zuberi së rrit qashtu, nuk o rrit qashtu. Dhe që ka bo? Në jobe kjo sot ako, kjo është normale. Të natë ndërruajgjëm e ti me pa dikush që ta që ka bo Aisha, e këshin shpal runa zot për qment. A mu shme paramenu ti njëri e merë rogën, edhe e jep komplet. Vend të shbija s'ka, ku e lau, ja dhash dhe fukarave. E mitin, hapët ja japin. Sigur ai shkalun kazino. Pse? Për këtë Abdullah ibn Zuberi ka thonë, shumë be ato dhanë se ta ka kjo, s'la dinar shpi. Edhe që ka po ka thonë, wallahi ka mu nal kjo, ka du të me nal se ta ka jel. Ose e nali une. Mirë po Aisha, nga ana tjetër, se bep hidrimin, qka ka shfaq? Ka thonë, kush ma nalbe mu se ta ka jel. Kush ma nal, une bab, edhe bur, pengamber, matë mirë pengamber, ato më kam zun me dhanë. Une jam rrit në shpit pengamberit i cili s'ka pas 3 muj me kallë zarmin me pjek diqka. Qështu jam rritun. Qështu jam rrit. A e keni pa do njerë qështu be a rrit. A i sën rribe pa dhanë. A i ma mirë ta jep shpirët. Hoti ma mirë meri parës, mos ma hek shpirëtin. A e keni pa dhe tabiat. E do njerë si shka thot, o vla, ma mirë me shpirët, se mos mi merë parët. Allah i ka kriju kështu njerëzit. A e keni pa do njerë si thot, t'lutna, qka du shtujëm, shajëm, ofendojëm, loq kam mësëm prak në kolet. E Aisha ka thonë, moni be mësëm prak në sadaka. Moni be se unë që ta e di, unë s'di që të shka, du të me dhanë sadaka.